Në malin e Torovicës në Lezhë ka nisur zbatimi i shpërthjeve të kontrolluara për largimin e shkëmbimeve të paqëndrueshëm të cilët prej kohësh përbënin rrezik për shkëputje dhe rënje në rrugë. Operacioni po kryet nga forcat gjinjere në bashkëpunim me strukturat e emergjenca civile, policinë e shtetit dhe bashkinë Lezhë me qëllim eliminimin e rrezikut dhe rritjen e sigurisë në këtë segment problematik për banorët dhe shtëpitë e të cilëve ndodhen poshtë këtyre shkëmbimeve. Atëherë kemi më shumë se 5 ditë që operojmë në zonë për të bërë krejtjen e zonës, evidentimin e gurëve të rrezikshëm. Tashmë forcat gjinjere bën mund realizimin e 2 plasjeve. U azisuan 3 gurë me shpërthim të kontrolluar. Në ditën e vijim do vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të operacionit për heqjen nga zona të gurëve që kërcënojnë jetën dhe infrastrukturën e zonës. Ka qenë një operacion i mirë koduar, i mirë studiuar, ndërmjet Bashkisë Lezhës dhe shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Sot përfundoi faza e parë. Kemi realizuar 2 shpërthime. Mendoj që është diçka perfekte në aspektin teknik, organizativ. Kemi realizuar, më lejoni për te modestisë them se ishte një operacion i realizuar me shumë sukses. Do të kemi edhe 2 operacione tjera, ndoshta edhe 3. Pjesën teknike nuk jam kompetent ta them. Ne do t'ju njoftojmë, por me masat që kemi marrë dhe njoftimin e popullatës, absolutisht do të kemi operacion të pastër, pas një problem si që ishte edhe sot. Jemi shumë të kënaqur për këtë operacion të forcave të armatosurave, edhe falenderojmë edhe forcat e armatosura edhe Bashkinë Lezhë që po merr këto masa për parandalimin e aksidenteve tilla që kanë ndodhur në këtë fshat. Po hoqëm gurët, po vazhdoj si sot, do të ikë rreziku, do dal mjesht rreziku. Ky aks rrugor ka qenë prej vitesh një pikë e ndjeshme për shkak të rënies së gurëve, duke rrezikuar drejtues të mjeteve dhe komunitetin, ndërhyrë për të stabilizuar situatën dhe të shmang incidentet e mundshme në të ardhmen.